Jemi përsëri në qendrën e peshkimit Oriku me kapiten Baçin. Atëherë, kapiten, si që shohim këtu, ju keni plot relike, Speranca, shohim top të vjetër, mina detare, mjete detare të vjetra, të cilat juve i keni ekspozuar në pjesë të ndryshme të ambientit të kësaj qendre. Me sa shoh kjo, ju ngacmon që ju të bëni diçka për traditën e detarisë edhe diçka kështu. Mund të na flisni shkurt cili është? Edhe ky pasion ka lindur pa dashje. Gjendeshim në DDR, gjendemi me pjesë të thyra të amforave, i nxinin rrjetet lartë. Herë dhe nga ekonomia mund të diskutohet dhe dishisje, por unë preferova më mirë që t'i lë vlerë. Edhe nga 1, 2, 3, sot kemi mbi 20 Speranca të vjetra, njëra është ndërtuar në Liverpool. Historia e fatit e ka sjellë në ujrat tona, siç është deti, që sjell gjithmonë. Bovat, ato janë bova të vjetra, një nga topat, Speranca të ndryshme. Pse mos tjetë një vlerë e shtuar e këtij vendi? Ky është do i themi mini muze detar në natyrë. Pse mos të dim diçka më tepër nga deti? Pse mos të dim historinë tonë, ose dhe historinë botërore të detit? Në fund fare, këto japin vlerë dhe një bukuri vendit. Unë do të thoshja që pjesë e fundit e muzeut të qendrës peshkimit, pas disa vite do të ishte ajo anije atje, që tek e fundit më ka dhënë gjithë këto ide dhe gjithë këto zhvillime, që unë sot gjendem lodhem nga puna, them tani. Deri dia e kërkonim punën, kurse sot thom lodhem nga puna. Është një arsye më tepër që njeriu të vizitojë qendrën e peshkimit Oriku, e cila do ketë zhvillime të mëtejshme edhe në historikun detar. Do ta pasurojë. Fal bashkëpunimit me njerëzit e mirë, do them, njerëzit që duan njerëzit dashamirës, ne kemi krijuar këtu një mini, shikojmë turistë që vinë dhe bëjnë fotografi përballë një Speranca, përballë një topi. Herë bëhen dhe thonë, mund të paguajmë diçka të bëjmë një foto. Jo, them, sepse në momentin që më ndalove ma ke paguar atë të fotos. Herë gjendemi me pjatën e udhëtarit aty te peshku. Edhe më pyeste një angles, po me një përkthyes me anglishten. Merresh. Vom kuptoj, po nuk mundem të shprehem dhe të përkryej atë çfarë thot tjetri. Edhe përkthyesi më pyet, më thotë mua, çfarë është kjo pjata këtu te kjo tavolina? I thash, pjatë e udhëtarit. Po ç'do të thotë? Edhe po i filloi të shpjegoja. Këtu dhe ndalon dhashun, thanë lëngjet e stomakut, ha 2 ciroj themi, 2 peshq të vegjël që tek e fundit janë të pranueshëm, edhe kur ke pir kafe, pas kafe janë të pranueshëm, se ta do trupi. Edhe largohesh, po paguan ai gjë për këto? Jo, i thashun. Në momentin që ke ndaluar, ke parë çfarë bëjmë, ke paguar. Nuk ka nevojë të paguash. E ke kryer atë. E ke kryer adetin. E ke kryer adetin. Edhe në rastin që do shpreh një llaf të një populli që vital, siç janë izraelitët, ashtu thënë çifutët nga popullata jonë, në momentin që kam bërë hotelin të larë në Flori, kur thonë atë, dhe s'kam njerëzit brenda, nuk jam akoma pronar i djersës time. Në momentin që futen njerëzit brenda dhe unë du, atë çfarë po krijojmë neve këtu, që njerëzit të ndalojnë. Të kenë një arsye më tepër për ndaluar. Dhe muzeu detar është pika e fortë e këtij zhvillimi. Është një nga pikat e forta të këtij zhvillimi. Një nga aksesorët e qendrës. Që pasuron. Dhe edhe kompleton. Por nuk do të jam janë dhe artistët. Ata që me penën e tyre, me idetë e tyre, pikturojnë dhe japin çfarë ka nevojë shpirti i njeriu. Këtë do ta shohim. Më vonë do ta shikojmë. Do të shikojmë dhe ekspozitën që kanë hapur 2 piktorë nga Durrësi këtu, miq tuaj. Na kanë mrekulluar sot. Na i kanë bërë ditë më të bukur se e kanë shtuar. Tash kapiten, unë do ju thoja edhe diçka tjetër, me që ne po bisedojmë për traditën e detarisë dhe
punën që ju po bënin në këtë pikë. Ne jemi në fazën finale të përgatitjes së vëllimit të tretë të antologjisë detarisë, ku natyrisht do zëvend puna juaj. Por ndërkohë unë do të doja edhe ndihmën tuaj dhe bashkëpunimin për të gjithë peshkatarët e kësaj zone, domethënë që të kemi një dokument për të gjithë peshkatarët që ushtrojnë aktivitetin në këtë zonë. Kjo do të jetë pjesë e bashkëpunimit tonë, domethënë që ta pasurojmë librin dhe me peshkatarët e kësaj zone. Kjo do të kërkoja ndihmë. Aktualisht popullata e zonës tonë, Radhim, Dukat, Trajgas, Orikum, do t'i thoshja Oriku, më pëlqen më mirë. Janë rreth 60 deri 70 familje që aktualisht me gjuhëti bregdetare, artizanale, kontribojnë në ekonominë e familjeve të tyre, por dhe në ushqimin e popullatës, në fund fare. Ne kemi këtu rreth 4 anije të mëdhaja. Janë, unë do t'i themi se tek e fundit fare herë u bëdhen qikë multinacionale kjo punë e babales, po babalen të vërtet e kemi këtu me 2 anije dhe me 2 djemë që se cili nga djemë 2 sardele që ka gjetur veten në ekonominë detare. Vite me radhë dhe babalja shkogja në vite ndryshim nga mosha ime dhe ka një eksperiencë më të madhe detare. Dhe ka arritur që plus janë dhe 2-3 anije të tjera prap në sistemin e sardeles. Pjesa e flotës tjetër janë anije bregdetare me gjuhëti të ndryshme, me grepa, me rjeta, me mbrezhda. Janë ata që me të përditshmën e tyre kanë krijuar një vlerë. Duke i bashkuar këto vlerat të pakta, ne bëjmë vlerë të madhe. Ky është mesazhi që unë them dhe kolegëve të mi që operojnë sektor peshkimit. Ne kemi nevojë për një tjetër. Krijohet një komunitet profesionistësh i kësaj fushë. I kësaj fushë. Në këtë sektor po su bëre bashkë nuk fiton dot. Kjo është ajo që dhe nuk mbijeton dot. Janë kërkohet bashkëpunim. Kërkohet bashkëpunimi. Se ndryshe gradualisht kemi gjetur bashkëpunimin. Gjuhën. E kemi gjetur gjuhën. Me cikë sakrifica për kemi gjetur gjuhën. Ne do të dalim në garë, në peshkim për të zënë sasi më të madhe të peshkut. Ne do të dalim në peshkim për nevojën e familjes tonë dhe për nevojën e asaj që deti të ngelet gjithmonë me peshk. Do të arruajmë të ekuilibër. Që të kemi dhe për nesër. Të kemi dhe për nesër. Atëherë kapiteni ju falenderoj. Rafsh.